Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur tavën tradicionale të zonës të Vjerrës sime, ma ka mësuar ajo këtë recet dhe e gatuaj shpesh pasi na pëlqen, sidomos kur kam pul fshati. Këtë pulën ma ka sjell mami nga Shqipëria, e të cilën e ka rritur vetë, dhe menjëherë doja që ta përgatisja tavën me qull dhe arra që bëhet vërtet shumë e mirë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Pulën e kam ndarë në copa dhe e kam skuqur me një lugë të mbushur plot me gjalp, derisa të marrë pak ngjyrë në temperaturë të ngadalt. Mund ta skuqni edhe me vaj, por gjalpi i jep aromë më të mirë. Pasi është gati, do të shtojmë ujë, krip dhe vendosim të ziej. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Ndërkohë, me një lugë gjalp do të skuqim 2-3 lugë miell misri derisa të marrë pak ngjyrë. Miellin e misrit mund ta skuqni edhe në tigan të thatë nëse dëshironi që të shmangni yndyrën. Do ta përzieni me kujdes dhe shpesh në mënyrë që të mos digjet pasi e humb plotësisht shijen, dhe pasi është gati do të shtojmë nga lëngu i mishit duke e përzier mirë në mënyrë që të mos na krijohen kokriza, dhe pasi kemi parë që kemi një masë të njëtrajtshme, do të shtojmë 150 gram arra të thërmuara. Kjo recetë bëhet edhe pa arra, por sigurisht me arra është akoma dhe më e shijshme dhe kështu është receta tradicionale. Sipas dëshirës mund të shtoni dhe hudhër, por unë kur e përgatis me zog fshati nuk shtoj hudhër pasi më duket sikur i heq shijen. E vendosim në tavën e pjekjes mishin e zier, pak gjalp mbi to dhe do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani atë në koment. Shikoni pak se çfarë ngjyre ka marrë pas pjekjes. Keni parasysh që kur ftohet masa trashet pak, kështu që e mira është të mos ta lini që të trashet shumë në furr. Ka marrë një ngjyrë fantastike dhe ka një aromë shumë të mirë. Unë ju sugjeroj ta provoni. Nëse ju pëlqen kjo video, mos harroni të bëni like. Faleminderit.